Këtu është horoskopi e enjte 27 mars 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Mundohuni t'i përdorni këto ditë për të gjetur një rol të ri në vendin e punës. Nëse ka pak kënaqësi në dashuri do të gjeni mundësi të reja. Demi. Ditë e vlefshme dhe pozitive, sidomos pas dite, ju mund t'i bëni shumë gjëra të qarta edhe në një nivel profesional. Vazhdoni me qetësi dhe pasion. Kontributi i duhur i fatit. Binjaket. Nëse keni argumentuar për probleme të parëndësishme, atëherë mos u shqetësoni sepse kjo periudhë shëron plagët, e bën transportin e dashurisë më të nxehtë dhe më intensiv, sidomos sot. Gaforja. Nëse doni të zgjoni flakën e pasionit, sigurohuni që do të keni mundësi të mira. Po mendoni për ndryshime të mëdha në jetë. Luani. Diçka nuk shkon në punë, mund të jeni duke u mbrojtur nga një akuzë ose mund të keni qenë viktimë e një padrejtësie. Tani nëse jetoni një lidhje të paqartë, është normale që të kërkoni përcaktimin e marrëdhënies ose disa garanci shtesë. Virgjeresha. Pranoni një ftesë edhe nëse vjen nga dikush që nuk ju bind shumë. Ndryshimi i ekipit ose punës, mendoni mirë. Peshorja. Pavarësisht nga shumë pasiguri dhe pak ankth, projektet tuaja vazhdojnë. Mundohuni të zgjidhni problemet më të rëndësishme më vonë këtë mbrëmje. Akrepi. Është një ditë e shkëlqyeshme që ju lejon të lëvizni në punë. Unë rekomandoj një ndërmjetësim, takime shumë pozitive, një ditë të favorshme. Shigjetari. Asgjë më emocionuese se sa një dashuri që të bën të njohësh anën tjetër të vetvetes, mbase të jetës. Ka nga ata që mund të marrin një avans, një konfirmim të mirë, edhe në këto ditë shumë të lodhshme. Britsjapi. Ata që punojnë ditë ose në gatishmëri mund të mos ndalojnë, është një periudhë interesante për të vlerësuar propozimet e reja, dashuria përgjigjet më së miri në kohën e lirë. Nuk do ju mungoj energjia fizike dhe mendore, dëshira për të pohuar veten dhe vendosmëria gjatë gjithë kësaj dite. Ujori. Përmirësoni aftësinë fizike, do të jeni në gjendje të arrini shumë në punë dhe studim, me pak fjalë, sot do të luftoni pak më pak. Mos mendoni për të kaluarën, mos e pyesni veten shumë pse, do të ishte një humbje kohe e kotë e kohës. Peshqit. Për shkak të kaq shumë ndërlikimeve në dashuri, ju mund të mos jepni më të mirën tuaj ose pas një ndarjeje mund të mos vendosni për një dashuri të re. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.